Zoti Mediu, besoj ngriti me të drejtë shqetësimin që ky nuk është një debat ndërmjet individësh këtu dhe unë asnjëherë se kam bërë çështje personale, megjithëse në vite në fakt elokuenca e zotit ministër këtu në parlament ka shquar, si fjalimi sotëm, e kemi dëgjuar që ka ligjëruar me një gjuhë të jashtëzakonshme dhe kur më thot mua dhe më flet mua për seksi mendimi në fakt mbeten pa fjalë. Zoti ministër, unë ju mbaj mend për shumë gjëra në fakt, po ju shkëlqeni ke porti i Durrësit. Atje ke porti i Durrësit ku kontrabanda e naftës dhe jo vetëm me grupet e Amerikës Latine e ka çuar Shqipërinë në lartësi të reja në procesin e integrimit. Aq sa është detyruar dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ta ketë prioritet luftën ndaj krimit organizuar, sidomos me vendet ku ju keni bashkëpunuar e keni shkëlqyer. Jeni ministër i ri, jeni rim politik, nuk e bën dot rrugën tënde përpara duke shkelur mbi atë që kanë arritur të tjerët. Unë besoj që ke shumë për të mësuar, kemi gjithë shumë për të mësuar, po kur flet atje fol si ministër i mbrojtjes. Jipi statur pozicionit. E kuptoj që nuk ja jep dot me punë, nuk ja jep dot me integritet, nuk ja jep dot as me rezultate, se s'ke çfarë të tregosh. Po të sulmosh kolegët pse bëjnë punën e tyre. Të sulmosh kolegët sepse në këtë parlament për 12 vite me radhë kanë ngritur shqetësimin që integrimi sot është penguar nga qeveria, po edhe nga ju në fakt, edhe nga ju, si ish drejtuesi i portit Durrësit, është një ironi shumë e madhe. Sot ju duhet ishit në hetim, jo atje, bashkë me qeverinë e të pandehurve, edhe me ato që të kanë sjellë këtu në parlament. Unë nesër mund të iki nga parlamenti, po ta kthej kokën pas, kam disa rezultate. Po ty çfarë do të mbetet?